Shkova te supermarketi afër shtëpisë që ti merja me çanta në krah, edhe siç e pat erdhi burri më mori. Kjo bën gjithmonë. Kos, cornflakes, kosra për djalin për në shkollë, lëng frutash, rice crackers, preshë, domate, kosra të tjera, salat, pjeshkë, salat, portokale, rush tjetër, banane, të pabëra, edhe të bëra, buk me hudër edhe me disa erza shumë të mira, kripë, se më kështë mbaruar, ky vaj për të skuqur, ky vaj për të djegur, jo për të gatuar me të, jo as për gatuar për salat, e djeg, majonezë, uthull, balsamik, gjithmonë e haroja e kujtova momentin e fundit, karota, një kungull të boçkël se dua që ta bëj supë, karpuz, patate të kuqa, mollë, jeshile, nga këto copat e vogla të çokoladës se më duhen për ndonjë ëmbëlsirë, soja sos, lule lakër, një lodër për djalin, se i pëlqejnë dinosaur, nuk e di se çka brenda, patate, mish viçi, këto janë për t'i marrë djalin në shkollë ose pyesni, edhe këta ca kostra, bukë të tjera me hudër, makarona, mora të zeza t'i provoje, djathra për djalin për në shkollë, sa makarona të tjera të cilat janë green pea penne, t'i provoj, nuk e di, salat tjetër, bërzolla të tjera, letra për të pastruar dyshemenë, disa sipërfaqe në shtëpi, djathë, edhe limon. Sa kushtuan të gjitha këto? Këto na kushtuan 90 pound. Sa do kushtonin tek ju?